sepse familjet tona na kanë munguar, da unë kemi munguar ne familjes, për folë të drejtën, dhe familjet tona kanë bërë shumë për ne. Ndaj, ne duhet të respektojmë njëri tjetrin për gjithë familjeve, për kujtojmë këto ditë bukura. Koma ta si Unë ju falenderoj nga zemra njërë të gjithë, sa më plot, edhe festojmë gjëra më të mira me familje, me dashurit tu, se është kënaqësi për ne. Kjo është iniciativë në fakt e kryetar Bardhit. Kryetar Bardhi është kryetar njësie për ne, që disa nuk e njohin. Vezo, ai duke diskutuar kripta, me qenë se unë ma ke i varë, këtë komborë në qafë, a do mblidheri, ta për komandasimin, disa njojnë edhe njëherë me njëri tjetër, dhe gëzojmë dishka me njëri tjetër. Unë falenderoj nga zemra, falenderit shumë edhe gjithë shokve, është ndërë mua që mblidhemi sot, është kënaqësi e veçantë. Dhe ja këtu duken vlerat e shoqërisë ushtarake. Absolutisht. E ku ka mbi se shoqëria ushtarake? Ne, se cili nga ne që ka punuar në ushtëri, sigurisht ka patur gjithmonë vështirësi të shërbimit, por të vendit ku kemi kaluar e kemi jetuar. Unë për shembull nga kafeteke. Kam shërbyer 13 vjet në Dy kushto kafe tjetër aty. Kushto kafe tjetër. Dy kafe të reja. 3 kafe. 4 kafe. Në 58 unë 60 kam qenë student në vitin e San Petersburg dhe kam ardhur për praktik në 60 në Nëndese. Në Nëndese disa në 58 10 ishin, por në Nëndese tona ishin shumë të reja. Mosha që ishte në 58 të ledhen, ato ishin të 56. 2 vjetë dhe u shqizuan dhe kishëm një shoqëri e tonë ajo shoqëria në bandë dhe bashkënoke në ato përshqishe shuta që kishëm ne miuje në nuj. Edhe nuk e ndjenim shoqërinë. Vetëm ajo shoqëria e tonë në bandë e gjallë. Kishëm një shoqëri po me marinari. Unë të them drejtën që në 63 unë e mërova oficer. Si i barova vitin e tretë aty, po u hapë shkolla në Pashariman. Kur u prishën marrëdhëniet, në 61 erdhëm në Thia Mandete dhe filloi shkolla. Në 63 unë e mërova oficerun në Nëndese, navigator. Po nga marinarët ishin 4 vjeçar. Ishin një universitet i tërë. Unë kam mësuar nga marinarët jashtëzakonisht shumë. Dhe jam pas dite, kur ata ishin në shërbimi. Aty ishte elektricisti, motoristi, të gjithë ata specialistë që ishin aty. Edhe veja i pysja. Po që sistemi, si aparatur, po që tjera. Edhe se do vite një kohë që do të vite barati, edhe të gjitha shikonin në tonë komandant në sy, shikonin komandant, në ashtu e kam para dhe unë komandantin tim, që pa unë në navigator vajta. Pasaj u bërë aldunus komandant, e komandant në Nëndese, me Beqir Dërbin, sajtë kush e ka e njohë Beqirin, ashtu, me Beqirin. Gjemal Shalin e kishëm në komandant brigate, i rep ke zotit, po aman i drejtë edhe te zotit. Po ne vinim nga Skënderbenës, ne ishim mësuar me disiplinë dhe kërkonin disiplinën. Nuk donim në shute dhe kur u bën vetë neve pasaj në detyra të larta kërkonin disiplinë dhe neve, se donim të prodhoj detyra të urdhra. Edhe jo vetëm që mësuam në marinarët, po më kujtohet një herë Shepqet, në bënë e foto o Shepqet. Ekipi komitetit qendror. Në bëj foto si ka marjer. Kush kishte raki? Shetë Varti? Kush tjetër?